Po nëse do mbaj një takim në jug, natyrisht që do mbaj në Gjirokastër, sepse aty është qendra e qarkut dhe kam përshtypjen që edhe kriza më e madhe që ka Partia Demokratike është pikërisht në qarkun e Gjirokastrës. Aty gati strukturat e partisë janë inekzistente, asnjëherë nuk u bashkua realisht Partia Demokratike, thjesht demokratët shkuan votuan në zgjedhjet e fundit sepse nuk kishin ku ta çonin votën, mbyllën hundët edhe hodhën votën atje ku nuk donin. Ju keni parasysh konfliktin që ka PD-ja e Gjirokastrës me deputetin që është aty, i cili është pas një lloj merite, dhe kështu si në Gjirokastër është dhe kudo. Kështu që zoti Saliani e ka terrenin të gatshëm. Kam dëgjuar që ka pirë kafe me të gjithë demokratët, ashtu siç ka qenë Partia Demokratike para 2021-shit, pra të bashkuar të gjitha grupet, dhe është ere parë që me sa duket Partia Demokratike bashkohet në Gjirokastër në prezencën e Salianit. Kam përshtypjen që kushdo që të shkonte nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike, që nuk do të bënte pjesë tek ajo, le të themi, arradha e përkëdhelur e Sali Berishës, që nuk do ta kishte konsumuar kohën e vet politike, do të mirëpritej në Gjirokastër. Janë disa figura të cilët gëzojnë simpati në bazë, herë me drejt por edhe të mitizuar për shkak të mediave apo dhe kështu, të pa njohur mirë në kontaktet e tyre personale, por gjithsesi ka një uri, ka një nevojë për të takuar personalitetet për të shprehur. Aty në fakt është dhe fakti që deputet që përfaqëson temi demokratë Gjirokastër është një nga figurat më të vjetra të Partisë Demokratike. Po, e thash më parë. Ish kryetari i Partisë Demokratike, temi pesnik i zotit Berisha, po kam patur atë divorcën atëhershëm në 97-99, po më pas zoti Shehu u riafrua sërish me zotin Berisha, pra e thash në editorial. Historia PD-s, histori divorcesh, ribashkimesh, në fund fare, burri i shtëpisë nuk ndryshon asnjëherë. Por fakti që temi aty është zoti Shehu, për cilin ka një ngarkesë nga demokratët, është kjo arsyeja pse Saliani e bën aty takimin nesër? Pra ka dhe një simbolik që lidh Shehun me Berishën në këtë mes? Në djenin time është kërkesë e demokratëve të Gjirokastës që e kanë ftuar realisht Salianin. Dhe këtë nuk e them për të justifikuar veprimin e Salianit apo për ta mbrojtur atë. Është reale, është kërkesë e demokratëve të Gjirokastës e të gjitha palëve, si atyre që janë te foltorja dhe atyre që nuk bëjnë pjesë te foltorja. Dhe në Gjirokastër, të cilën natyrisht unë e njoh mirë, pjesa më madhe e kryesisë Partisë Demokratike që ka qenë e përfaqësuar pjesa qytetare, urbane, intelektuale e tjerë, nuk u përfshi tek foltorja e Berishës, pavarësisht se votën mund t'ja kenë dhënë për shkak se mbyllën hundë dhe nuk kishin ku ta çonin votën. Patjetër se votojnë politikisht.